Ndërkohë që mas siguria arrest në burg ka edhe për biznesmenin Ergys Agasi dhe biznesmenin tjetër Ermal Beqiri. I pari ka qenë një nga personat më të denoncuar nga opozita shqiptare, ndërkohë që sjell në vëmendje në deklaratë të fortë të ish zëvendës kryeministrit të vendit Arben Ahmetaj për Qimpeka Live në Syri Televizion, do të thoshte dhe do ta quante edhe koordinatorin e krimit me qeverinë dhe kryeministrin Edi Rama, ndërsa rezulton sipas hetimeve të SPAK se në 12 procedura publike, biznesmenët në fjalë janë përfitues të procedurave dhe tenderave me vlerë miliona euro. Është një informacion i fundit, por mbetet për të verifikuar, janë mbi 20 masa sigurie, një pjesë të cilave arresti në burg, disa arrest shtëpie dhe detyrim paraqitje, por për mëtej do të presim për t'i konfirmuar këtë të dhëna, sikurse një të dhënë që është gjithashtu jo zyrtare, se në këtë dosje janë të përfshirë edhe zyrtar të sektorëve të tjerë përveç Akshit, nuk përjashtohet mundësia edhe në rangjet e policisë së shtetit. Kjo edhe nisur nga fakti se Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit nuk është vënë në dieni të vendimit të gjykatave, sikurse ndodh në disa raste apo në shumicën e rasteve, edhe nga ana tjetër është kërkuar vetëm mbështetje fizike, që do thotë ata kanë qenë jo si zakonisht ku forcat operacionale posedojnë edhe vendimin e gjykatës, janë kërkuar në adresë përkatëse, më pas janë nisur drejt adresave konkrete, banesa dhe zyra shtetërore për të ekzekutuar masat e sigurisë dhe kanë qenë në rolin vetëm mbështetës, pasi ekzekutimi i masave është bërë këtë radhë drejt për drejt nga agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit. Prokuroria e posaçme nuk ka reaguar zyrtarisht lidhur me këtë operacion, por jemi njoftuar që do të ketë një komunikat zyrtare pas pak kohësh, ndoshta do të kalojnë edhe disa orë, duke qenë se prokurori i çështjes është ai që jep autorizimin për dhënien e këtij njoftimi dhe momentalisht është duke kryer procedura përkatëse dhe në kontakt me oficerët e policisë gjyqësore dhe agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit për sa i takon ekzekutimit të masave të sigurisë. Një pjesë të cilave janë ekzekutuar, por ka të dhëna edhe për masa të pa ekzekutuara. Nuk mund të ndalemi në emra konkret për shkak se janë informacione jo zyrtare dhe që vijnë nga rrugë të ndryshme që duhen edhe verifikuar. Mirlinda Karçanaj nuk ka preferuar ta komentojë hetimin që është bërë prej saj për më shumë se një vit. Ajo paraqit në SPAK për të dytën herë brenda 2025-s, vetëm pak ditë më parë, pa avokat, si person në dieniku, dha deklarime për disa orë dhe në dalje të prokurorisë nuk preferoi të komentonte rreth pyetjeve që ishin bërë apo përgjigjeve që kishte dhënë dhe për cilat procedura bëhet fjalë. Kanë qenë dy të tilla që kanë dhënë indicie për organin hetues sa i takon regjistrimit të procedimit penal dhe më pas janë zbuluar të paktën 12 procedura tenderash publik të kryera nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, e njohur si Akshi, për të cilat dyshohet se ka shkelje të barazisë në tendera apo ankande publike, vlera të cilave arrin në miliona euro, ndërkohë që ka dyshime se destinacioni i një shume të konsiderueshme parash është i panjohur dhe gjithashtu ekziston dyshimi i arsyeshëm për organin hetues se këto para janë fshehur dhe përbëjnë element të